Shtetet e Bashkuara kanë bërë të qartë se nuk ekziston një afat kohor për përfundimin e konfliktit me Iranin, në një kohë kur marrëdhëniet mes dy vendeve vijojnë të mbeten të tensionuara. Paralelisht, përpjekjet për të nisur dialogun diplomatik po zhvillohen në Pakistan, megjithse ende nuk ka konfirmim zyrtar për pjesëmarrjen e delegacioneve nga të dyja palët. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian ka deklaruar se Teherani mbetet i hapur për negociata, por ka theksuar se pengesat kryesore mbeten shkeljet e angazhimeve nga ana e SBA-s, si dhe bllokada dhe kërcënimet e vazhdueshme. Nga ana tjetër, zëvendës presidenti amerikan Vance, i cili pritet të udhëheqë delegacionin amerikan në bisedime, nuk është nisur ende drejt vendit ku pritet të zhvillohen takimet. Presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur të zgjasë pushimin, i cili ishte parashikuar të përfundonte të mërkurën, duke nënvizuar se nuk ka një afat të përcaktuar për përmbylljen e konfliktit. Sipas Shtëpisë së Bardhë, zgjatja është e papërcaktuar dhe pa një kalendar të ri kohor. Ndërkohë, situata është përkeqësuar në ngushticën e Hormuzit. Negociatori kryesor iranian ka deklaruar se rirapja e saj nuk është aktualisht e mundur, duke akuzuar SBA-n dhe Izraelin për shkelje të rënda të armëpushimit. Komanda qendrore e SBA-s ka njoftuar se ka urdhëruar 31 anije të ndryshojnë kurs ose të kthehen mbrapsht që nga vendosja e bllokadës ndaj porteve iraniane. Shumica prej tyre tankerë nafte që kanë zbatuar udhëzimet amerikane. Teherani e konsideron këtë blokadë si një pengesë serioze për negociata të sinqerta, ndërsa Washingtoni shpet i kënaqur me efektet e saj. Zhvillimet kanë ndikuar edhe në tregjet globale të energjisë, ku çmimet e naftës kanë pasur arritje pas raportimeve për sulme ndaj tre anijeve në ngushticën e Hormuzit. Nafta Brent ka arritur në rreth $103 për fuqi, duke reflektuar shqetësimet për stabilitetin e furnizimit global.